Ministria e Drejtësisë njoftoi se në periudhën e ardhshme do të paraqesë kërkesa të reja për ekstradimin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, i cili është dënuar dhe akuzuar në disa raste dhe po qëndron si asilkërkues në Hungari, si dhe për Afrim Ismailović dhe Alil Demiri, të dënuar me burgim të përjetshëm për rastin Monstra, të cilët janë në Arati në Kosovë. Për Nikola Gruevski deri më tani është dërguar një kërkesë për ekstradim nga nëntori i vitit 2018 dhe një shtesë në kërkesën për ekstradim nga qershori i vitit 2019. Është kërkuar ekstradim për të gjitha rastet për të cilët kemi pasur dieni se janë duke u zhvilluar procedura para organeve gjyqësore maqedonase, gjithsesi për të gjitha procedurat për të cilët është lëshuar fletarest. Hungaria ka refuzuar kërkesën për ekstradim më 5 gusht 2019 me arsye se Nikola Gruevski është dhënë dhe sipas ligjit të tyre, personi nuk mund të dorëzohet në vendin nga i cili është aratisur. Gjithë situata në të gjitha proceset gjyqësore po monitorohet me kujdes dhe Ministria e Drejtësisë do të veprojë në përputhje me rrethanat dhe do të paraqesë një kërkesë të re për ekstradim, deklarojnë nga Ministria e Drejtësisë. Për Alil Demirin dhe Afrim Ismailovićin, sërish për herë të parë nga Republika e Kosovës është kërkuar ekstradim për herë të parë, më 15 mars të vitit 2013. Kërkesa për ekstradim ishte refuzuar me akt gjykim të gjykatës themelore në Prishtinë nga tetori i vitit 2015, të konfirmuar nga gjykata e apelit të Kosovës në janar të 2016. Për të dy ata u kërkua sërish ekstradim më 5 shtator të 2018. Më datë 8 tetor 2021. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës është marrë njoftim se Ismailovićit i është refuzuar ekstradimi dhe për Demirin nuk ka pasur përgjigje. Ministria e Drejtësisë thekson se gjithçka që është kërkuar në procedurë është dorëzuar tek autoritetet e Kosovës. Përgjigjet zyrtare nga Kosova për refuzimin e ekstradimit të Ismailovićit janë dërguar 2 herë, në shkurt të 2016 dhe në tetor 2021. Për Demirin ka një përgjigje zyrtare nga Kosova në shkurt të vitit 2016. Gjykata e apelit në Shkup ka nxjerrë akt të gjykim me të cilin vërtetohet vendimi i shkallës së parë për rastin Monstra, me të cilin Alil Demiri dhe Afrim Ismailović janë dënuar ligjërisht me burgim të përjetshëm. Për këta persona, Ministria e Drejtësisë do të bëjë sërish kërkesë të re për ekstradim.